Kapiteni Bala të premte një super sfidë klasike e futbollit shqiptar. Ju keni provuar të dyja skuadrat, edhe me Vllaznin, po që vazhdoni të jeni kapiten, por edhe me Tiranën. Po dyshim emocioni për ju. Sigurisht është një ndeshje që pritet me interes, duke ditë historinë edhe rëndësinë e përballjeve që ka ndër vite. Vjen një moment që realisht jenë në vend parë, një sfidë që na shërben, një fitore që na shërben për vazhdimsinë, kështu që interesi i kësaj ndeshje shpresoj na shërben në afrimin e tifozëve në stadium dhe shpresoj që të bëhet një ndeshje e bukur dhe sigurisht me fitoret tonë. Duke kthyer pyetjes së parë, tek emocionet kur keni veshur edhe fanelën e Tiranës, ndjeni ndo pak nostalgji për Tiranën? Po të them drejtën, ne jena profesionistë, normalisht që kam kaluar periudhat e Tiranës, periudha shumë të mirë, mendoj që më ka shërbyer edhe për lëvizjen time jashtë Shqipërisë në atë kohë, kështu që sigurisht që respekt maksimal për Tiranën, për kohën që kam kaluar aty, ama sot veshi fanelën e Vllaznisë dhe si kapiteni i saj, si më thon, për mua është e rëndësishme që të bëjmë më të mirë dhe sigurisht që motivoj apo të shtyj skuadrën deri një fitore të rrallë që do na shërbente shumë. Kim Vllaznia është në vendin e parë. Është tani skuadra për të mundur? Po, ndoshta herët më thonë, është një skuadër për të mundur, për ne është e rëndësishme të vazhdojmë me kyçëri. Normalisht që nuk jena rastësisht në vend të parë, kjo është më e rëndësishme, mund të them. Kena bërë mirë gjithë këto ndeshje dhe mund të them që jena me plot merit në vendin e parë, por që është shumë herë dhe duhet vazhdojmë. Duhet vazhdojmë me këtë ritëm, pasi kampionati është i gjatë dhe për ne çdo pikë ka vlerë. Një tensioneve është një ndeshje që gjithmonë është ushqyer me tensione klasike të futbollit shqiptar. Paktën në vitet e fundit. Po, them drejtën, normalisht masat do merren, nuk është se e kena mendin shumë te ajo pjesë, por që sigurisht sa më pak tensione, aq më shumë spektakël si në tribunë edhe në fushë do i shërbehet të gjithëve kjo ndeshje. Ju e dini që fitore me Tiranën janë më shumë se ne. Po siç thash, gjithmonë është një ndeshje, është një rivalitet në vite, është një derbi i kampionatit shqiptar, ndoshta unë që fëmijë më mend si tifoz e kena përjetuar gjithmonë me shumë entuziazëm fitoren e Tiranës. Kështu që kam arrit ndoshta ta përjetoj edhe si lojtar në fushën e lojës, por më rëndësishme për ne në këtë moment janë piket, kështu që një fitore në Tiranës vlen 3 pikë për ne, kjo është më rëndësishme. Vale, është ekipi më i mirë, që keni qenë paktën gjatë rikthimit tuaj në Shkodër. Po, them drejtën, kena realisht një ekip mirë, duke pa edhe lojtarët në përbamje, duke pa edhe konkurrencën që është rritë në skuadër, por sa ekip i mirë jena dhe deri ku do shkojmë do t'rregojnë rezultate. Kështu që s'mund të them që kishim një ekip keq vjet, pasi arritëm shkojmë finale, po kur nuk fiton trofeun, domethënë çdo gjë bie poshtë. Ne sezoni sapo ka nisë për ne, kena luajtur vetëm 7 javë, kështu që kena shumë kohë me tregu se sa ekip i mirë dhe çfarë do jena në gjendje të bëjmë. Thuhet që Vllaznia ka sulmin më të mirë, por në fakt 3 ndeshjet e fundit skuadra nuk çon gol. Duket që skuadra po funksionon në raport. Po të them drejtën, ndoshta një nisje pak e sikletshme në pjesën e psimit golave, na ka bërë gjithëve të reflektojmë, pasi ne dim që si sulmi dhe mbrojtja organizohet si skuadër. Kështu që siç ka ndihmu pjesa tjetër të sulmi dhe kena arritë shënojmë, duhet jena edhe ne që ndihmojmë mbrojtjen që të mos psojmë. Vllaznia e para, Tirana e para fundit. Sa mendon të ndikojnë në fushën e lojës kjo renditje? Një diferencë, ndoshta mund të them e dukshme ka qenë këto javë, mund të them në fushën e lojës, por një ndeshje në një kundërshtari që normalisht kur vjen në këtë klasike, motivimi i lojtarëve është maksimal, prandaj besoj që do ketë ato diferencat e mëdha, pasi si lojtarët e Vllaznisë, po ashtu edhe Tiranës, edhe pse ndoshta nuk janë momentin e tyre më të mirë, do jenë të motivuar për bë më të mirë në Shkodër. Ndoshta Tirana tregoi pavarësisht vështirësive një ndeshje me Partizanin që bëni mirë dhe arriti ta fitoj. Por që siç thash, e rëndësishme për edhe fokusi është te skuadra jon, ajo që do bëjmë ne në fushën e lojës dhe shpresoj të dalim me 3 pikë. Vale, si kapiteni i ekipit, skuadra është e plotë për këtë ndeshje, ka dëmtime ose ndesa? Po janë ca problematika të vogla që janë normale, por siç thash, e rëndësishme për ne është që kontingjenti ka qenë i madh dhe dublimi pothuajse çdo pozicioni na ka dhënë luksin që edhe ndonjë mungesë që kena ta arrijmë ta zëvendësojmë në mënyrën më të mirë dhe kena rrit deri diku ecurinë e mirë, pavarësisht problemeve të vogla me dëmtimet. Shpresoj që të kthehen sa më shpejt, pasi realisht do na ndihmojnë dhe do bëhen akoma edhe më të fortë. Entuziazmi në skuadër, entuziazmi tek tifozët.
Tonë një fitore edhe nesër për të gëzuar Po. më shumë. Ne dim që entuziazmi rritet me rezultate. Në Shkodër jena emocional, si më thonë, fluturojmë shumë shpejt, por që realisht entuziazmi dhe paraqitja e skuadrës i ka bërë besim plot dhe tifozët. Prandaj duket nesër pas nesër që shkallët e stadiumit po shtohet numri i tyre dhe realisht një vllazni që ka performuar mirë dhe ka arrit fitoj, kjo është më e rëndësishme edhe që dojnë tifozët. Ka skuadra presion bala i duke qenë se vetë mishmëri janë maja ekipi është ndoshta ndër më të mirë të këtyre viteve të fundit. Ka skuadra presion për të fituar titullin kampion. Po, presioni është normal, kur lutet vllaznia presioni është normal. Mendoj që kena mjaftueshëm eksperiencë për ta përballuar këtë presion, kështu që grupi është i shnoq, mund të them që lojtarët që kanë në përballje siç thash e përballojnë këtë presion dhe janë gjendje të performojnë me këtë presion, kështu që më e rëndësishme është të ruajmë vazhdimsinë me rezultate, sigurisht që shtohet entuziazmi dhe besimi tek gjithë secili, kështu që ajo na ngelet. Të ruajmë këtë vazhdimsi dhe të marrim pikën maksimale këtë ndeshje. Përpos Tiranës se kampionet e vërtet të fundjavë janë Shkodër. Po, s'do i tregoj mas kujt, do fitojmë ndeshjen, kjo është më e rëndësishme për ne. Siç thash edhe më herë, një fitore në Tiranës vlen 3 pikë, pavarësisht gjithë historisht se çdo gjë që ka kjo përballje, për ne vlen vetëm 3 pikë kjo ndeshje. përpos fushës dhe tifozerisë, ku shikoni ju avantazhin ndaj ekipit Bardhë në këtë ndeshje? Në çfarë reparti më tepër? S'do ta ndajnë, nuk do ta ndajnë në reparte, siç thatë ju, kena pas sulmin më të mirë, kena 3 ndeshje që nuk psojmë, kena mbrojtjen më të mirë, po ashtu edhe portieri pa psu gol 3 ndeshje duhet vlerësu, kështu që e rëndësishme është performojmë si skuadër. Të arrijmë shënojmë, shumë e rëndësishme mos psojmë, por që është një punë që duhet ta bëjmë gjithë bashkë. Ajo minuta fundit po shndrohet në një problem për skuadrën. Janë marrë masat se të zgjidhet gjithçka pa shkuar tek minuta e fundit shtesë, po themi. Është e vërtet, ndoshta në 2 ndeshje na ka noll, s'do të them që është rastësi, por që ndoshta është një alarm që do na shtoj fokusin aty në minutave që të dim të menaxhojmë dhe më mirë. Presioni tek vllaznia, skuadra vendimtare. Po, siç thash, presion ka gjithmonë, ne jena në vend parë, por ne është e rëndësishme të ruajmë vendin e parë dhe vazhdojmë akoma me te. Sukses e bala. Faleminderit.